إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun xhalla shanu e falendrojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima, dhe mbi ata muslimanë të cilët e ndjekin dhe kanë me ndjekjet Islam deri ditën e gjykimit. Xhamat e pranishëm, nëse ne ndalemi dhe i shikojmë mirësit, begatit a Allahu Gjellëshanu, që Allahu mundohet vazhdimisht të na jep neve si njerëz, nuk ka numër që i numron begatit e Zotit. Nëse ne ndalemi të shëndeti që Allahu Gjellëshanu na ka dhënë këtë shëndet, na ka dhënë këto lëvizje, na ka dhënë këtë pamje, na ka dhënë këto duan dhe kam, sy e vesh, shumë sendet mirën nga shëndeti, nuk ka çmim që i mund është ti ta pagush Allahun xhalleshanu. Po ashtu nëse ne ndalemi dhe i shikojmë familjet tona që Allahu na ka dhënë, familje na ka dhënë nom, bab, na ka dhënë evlad, gru, na ka dhënë nipa, stërnipa, edhe kjo është një çmim i veçantë të Allahu xhalleshanu. Po ashtu edhe pasuria, andaj shumë të mira Allahu xhalleshanu, edhe më e mira është që Allahu xhalleshanu, apo një nga begatit më të mëdha është edhe Islamin, që Allahu Gjellëshan në ka dhënë neve këtë Islam, edhe me këtë Islam shpresojmë që të shpotojmë dunjë dhe në ahiret. E kjo nuk ka çmim të Allahu Gjellëshan, thotë Allahu a in tu'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, nëse ju mundoheni ti numroni nimetet begatit e Zotit, nuk ka numër. Sa dush ti thuj që ka është 1 milion, 2 milion, 3 milion, s'ka numër nga begatit që Allahu Gjellëshan mundohet dhe vazhdimisht me na dhënë. Po edhe në këtë Ramazan. Këto do të ndalemi, edhe këtë në Ramazan Allahu Gjellëshanuhu i ka hapë depot, magazinat për neve si musliman, që ne të fitojmë nga depot e Allahut, nga magazinet e Allahut, nga dita e parë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu Gjellëshanuhu e dërgon një melaçe, duke na thonë neve, ja bagi el khayri aqbil, ja bagi el sharri aqsir, o ti çka don me punu punë të mira, urdhno. Sezona jote është. I ki depot e Zotit qenë. O ti çka ja ke mësy me punu punë të këqija, ndalo. Nuk ka vend për punë të këqija në Ramazan. Allahu Gjellëshanuhu, nga dita e parë deri ditën e fundit. Melaça thot, o ti çka don me punu punë të mira, vazhdo puno, se i ki depot magazinet e Zotit qenë. E tash pyetja është, ne si musliman, që sot jemi ditën e 7 të Ramazanit, a thu valli, jemi duke i shfrytzu depot e Zotit apo jo? Mos e më jep gjevap mu, jepi gjevap vetës tënde. Thuj, a thu vall këto depot që Allahu Gjellëshanu neve na ka hap, këto magazinat që i ka hapë natën dhe ditën për ty dhe për mu, për ata që agjërojnë, i ka hapë Allahu Gjellëshanu deri ditën e fundit. A thu vallë, ne jemi duke i shfrytzu. E keni pa janë do magazina, do depo, i kanë ka 8 saat edhe 50%. E shfrytzove mirë, nuk e shfrytzove, ngele pa tesha, ngele pa ushqim, në kështu më radhë. Allahu Gjellëshanu natën dhe ditën i ka hapë depot e veta, që ti më u fut në xhennet. Ti me i shfrytzu depot e Allahu Gjellëshanu që i ka pregadit Allahu për agjëruesit. Cilet e në ato depot? E para është bën dua, që Allahu Gjellëshanu të ka dhënë jetën, të ka dhënë shëndet, të ka dhënë që ti me jetu edhe si vjet, me emri këtë Ramazan, duke bo dua që Allahu Gjellëshanu me ta pastru zemrën tënde. Shumë njerëz në vjet kanë qenë me ne,
sot nuk i kemi. Shumë njerëz në fillim të Ramazanit kanë qenë me ne, sot nuk i kemi. Shumë njerëz në vjet na shkruajshin SMS-a duke na bë për hajër Ramazanin, sot i kemi në përvarezat e kështu me radhë. Andaj, thuj elhamdulillah Zotit që Allahu ma ka mundësu që të arrim edhe këtë Ramazan. Një njëri nga musliman të hershëm shkon për të i vizitu vonrët, i falë direqate dhe shkon në bën dua për varezat për muslimant e që kanë shku ma herët, që kanë vdek. Edhe pas i bën dua kthehet te shtëpia dhe bje me fletë. Njën nga ata banorët e varezave i thot, i vjen në andër këti muslimanit të devotshëm dhe i thot, o ti, ju jeni duke punu disa gjana, disa pun, ama nuk ja dini rëndësinë atyre punve. Kurse ne çka jemi në dhe, në tokë, në varat e tona, ne vadim rëndësinë e punve tonë, ama ne nuk mujna me punu. Wallahi dhe billahi, me pas, nëse Allahu xhellesha na jep një jetë, apo një moment më u kthin dunjë, vetëm 2 recat i kishmi fal, e për neve që ajo 2 recat është më e mira se me na dhon dunjë dhe çka konta. Allahu neve na ka dhënë çka të mira, që ne duhet ta shfrytëzojmë të mirat e Zotit që na ka dhënë shëndet. E kemi zonë këtë Ramazan. Depot e Allahut janë qelë. I ka qelë për ty si agjërues, deri ditën e fundit, pejgamberi alayhis salatu wasallam thot, Allahu nuk ka më mshël. Vetëm se ti a don me i shfrytëzu këto të mirat e Allahut xhelleshon apo jo. E dyta, depot e Allahut xhelleshon janë qelë për atë mëkatarin, për atë njëri i cili 19 muaj ka bo mëkate me vetdije apo pa vetdije. Në këtë Ramazan, Allahu xhelleshanu depot e faljes i kalon qelë, natën edhe ditën. Jo vetëm 24/7 që përmenden në rrjetet sociale, apo dikuni 24/7 deri në fund të muajit, Allahu xhelleshanu ti ka hapë dyert e faljes. Që ti me i kërku Allahu xhelleshanu falje, me çka? Me agjërim. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, men sama Ramadanin imanan wa ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e agjëron në muajin e Ramazanit? Agjërim 30 ditë, nuk është agjërim një ditë e 15 apo e fundit. Agjërim 30 ditë, përpas ai cili është i smut, ai cili udhton, atë ai ka arsye, ai cili ka mundësi dhe është me shëndet, agjërimi nga fillimi deri në fund të Ramazanit, duke i besu Allahut dhe duke i shpresu. Çka shpresojmë ne? Pse ne agjërojmë? Pse ne kur marrim abdes frigohemi, uji mos na shkon në bardh? Pse ne i largohemi shikimit haram? Pse ne, që nuk na shef ndoshta, apo mundohemi kur e marrim telefonin, largohemi nga gjona të ndaluara për shkak se mos me prish agjërimin ton. I kemi frikë Allahut. Ai thot pejgamberi se ai njeri i cili i beson Allahut dhe shpreson te Allahu xhennet, Allahu do t'ja fal gjunat e tij. Do t'ja fal gjunat e tij. Wa man qama Ramadan, ai cili çohet dhe i fal namazet e tarawis. Këtu duhet pak të kemi kujdes. Ju trit për edhe disa pleq, të cilët po dalin në për 8 recate, të cilët e falin Yasin dhe po dalin. Një muj ditë be keni. Shfrytëzoni be depot e Zotit. Mas Ramazanit s'keni me pas namaz taravije. Thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, men qama mal imam hatta yansarif. Kush fillon me imam derisa të përfundon, shkruhet te Zoti sikurse me fal tan natën namaz. Çfarë punë ki te kur del mas jacijës në kafe, në çajtore, domina, apo okeja, apo pret, nuk vjen ders 5 minuta, 10 minuta, je gjendje me hub kohën 1 saat me prit, te buka me prit ren, me marr një buk, e nuk je gjendje me shfrytzu kohën tënde në xhami, që i ki duat e me laqeve në xhami, derisa dash prej shkallëve apo prej derës xhamis. Po i shohim, ne po na vjen keq, trit dhe pleshtë tonë të cilët janë sap. Kur vjen puna e dersit, mundohet me hik. Thu se shejtani është e përzon. Thu që ka bizneset
e milionet nuk mund të mi do apo me i regullu. A i del jashtë bën muhabet, del jashtë në kafe, pa depot e Zotit për kanë janë. O vëllezër, shfryzoni këtë depot e Zotit. Duke i falë namazet e taravis, do të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Jo një, të parëndetu mu xhamia. Po i shohim tash duke u zbe xhamia, 2, 3, 4, 5 sofe. Me konë që ki dhe një punë, me konë që ki dhe një punë të rëndësishme, hajde, ki arsyet e Zotit. Mos u arsyeto të one. As një imam mos u arsyeto. Sa i me një me 2 ka me falë namazin taravih. Me një me 2 ka me majtë dersin. Po ti dush me shfridzu, sa i din me selat. Ti dush me shfridzu, a i kam i falë edhe me një, edhe me një safë. Ama jo me net para xhamis, jo me shkun kafe, jo me shkun qajtunre, kafe ekspreso, ki ko. Elhamdulillah, nata është sa dush. Ama neve nuk në le shejtani. Mole hujum në për kafe, mole hujum e prit një saat ati buk, e s'kemi gjendje, gjisë onre me ngu apo një nasjat apo një këshirë. Kjo është mjerim për ne, si musliman. E pastaj dojmë që Allah me në dhonë bereqet. Shfryzojni, këto janë depot e Allah që ti ka hap ty, edhe me ditën edhe natën, ditën me agjërim, edhe natën me namaz natë. Shiko që ka thot Ibn Xhauzi, vallahi dhe billahi, nëse banarët e varezave e këshim pas një dëshirë, e dikush me shku me i thonë, po ju kthejnë dënjo, qëfar dëshirë e këshim pas, Ibn Xhauzi thot, vallahi dhe billahi, po bëj bejnë Allah, ata këshim pas dëshirë, një ditë me agjëru gjatë ditës, gjatë javës apo gjatë vitit. Një ditë, se 70 vite Allah o Gjeleshan të largon nga zjarri i xhenemit. Për këtë shkak, mos e prish agjërimin. Kjo është nëse, mos e prish agjërimin. Pa leje, apo pa arsye, se vallahi thojnë ulemat, ta në vitin, nëse ti e prish një ditë në Ramazan, ta në vitin me mbajt Ramazan, nuk e kompenzon qatë ditë që e ki prish pa arsye. Ki kujdes, sa Allah o Gjeleshanu ta ka pru këtë Ramazan për të mirën tonde. Jo që ka nevoj Allah për ne, o gjimot. Jo që ka nevoj për namazin tem dhe namazin tam. Allah i ka me laqët të cilët prej asoj ditit që e ka kriju tokën dhe qijet, i ka me laqët që janë kiam, në rukun, seshte, që e madhrojnë, e lavdrojnë Zotin. Po ne kemi nevoj për Zotin tonë. Kjo është ajo, që ne kemi nevoj për Allahun Gjeleshanu, që Allah me na falë, nuk hijet në gjennet me gjunahe. Kjo Ramazan vjen për ty dhe për mu, për neve si musliman që Allah me t'i falë gjunahet e tuja. I ka hapë Allah depot që te me agjëru me falë namaz nafile, me falë namaz taravije. Allah Gjeleshanu i ka hapë depot që me t'i shumë fishu se vapët e tuja. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kullu amelin ibn Adam yudaf al-hasan ashra amthaliha. Çdo punë te Allahu xhel, çdo punë i birit Ademit, shumë fishot, 1 me 10, 1 me 70, 1 me 700, edhe 1 me pakufi. Ka thot Allahu xhel illa sawm, për pas agjërimin. Agjërimi thot është për mua, se njeriu e ban agjërimin për Allah, nuk e ban për sy e faqe, nuk e ban për bab, nuk e ban për non, nuk e ban për miq, as për faretis, as për mjek, e ban vetëm Allah neve na ka urdhëruar. E thot pejgamberi asem, e ky ka çmim te Zoti. Kjo vepër, çka ti largohesh nga haja pija, abstenohesh, largohesh nga epshët, largohesh nga fjalët të këqija, nga punëve të këqija, mos mendoni se Allahu ka me ta gjyt huç. Mos mendoni që Allahu Gjeleshan nuk ka me dhonë çmim për këtë. Ka me dhonë çmim, e çmimi i Zotit është Allahu ditën e Kiametit, e cila e ka emrin xhennet. Syri jo s'ka pa, vesh jo s'ka ndëgju, as mendja nuk ka shku ndërmend çka ka përgatitur Allah për xhenetlit. Thot pejgamberi asem, një pjesë asoj shtize. Një pjesë asoj shtize sa mundet me rrok. Në xhennet me pas është më e mirë se dunjoja dhe çka kanë ta. Një pjesë e shtizës Qka e rrug, ndoshta as 23 centim katron, thot qajo është me e mira se qka ka, është me e mirë në gjennet me pas, se me të adhon dunjon dhe qka kon ta. Depot Allahu Gjeleshanu ti ka hap që me të ndërmjetësu me që këtë agjërim ditën e Kiametit. Kur ti ki me pas nevoj, para se të futësh në gjenem me gjunat e tuja, e vjen agjërimi dhe thot, filanin jo. Ktheni ka ferikun fil gjenne,
rrugën për në xhennet, jo ferikun fi sair, jo rrugën për në xhennet, thot për në xhennet. Çoje një ketë për në xhennet, sepse ky nga sabah deri në akşam u ka largu nga haja pija, nga epshët, nga gratë, nga fjalët këqija, punë të këqija, ky ka lexu Kur'an, ky ka fal namaz, ky. Thot ky duhet me shku në xhennet, Allahu xhaleshan thot, "Okej, tamam", thot kështu, edhe e merr për shkak agjërimit, e merr edhe e largon edhe e fut në xhennet. Agjërimi do të ndërmjetëson, e agjërimin ta ka hap Allahu, depo ti ka hap Allahu në Ramazan që me të ndërmjetësu ditën e Kiametit. Depo të Allahu xhaleshanu ti ka hap që ti me pas gëzime. Sa agjëruesi ka dy gëzime. Gëzim e ka kur ban iftar. Në akşam, qel bismillah, ban iftar, hani hur, pini ujë, apo një supë, apo një send, edhe e falendron Allahun që Allah ja ka mundësu ati njeriu që me mbaj qatë ditë agjërim. Ramazan. E kjo është gëzimi më i madh për agjëruesin. E dyti gëzim për agjëruesin është kur njeriu vjen te Zoti dhe ka me taku Allahun xhalesha në xhennet. Gëzim më të madh. Nuk ka kur ti vjen te Allahu xhaleshanu edhe Allahu thot selamun aleikum bima sabertum. Ju jeni të falt, paqja ju takoni juve se ju keni bo sabër. Për sabrin Allah do t'ju shpërblen, e ti si miskin kime thonë, Allahumma ante salam, wa minke salam, të barak të ja dhe gjelali vë likram. Qatë dua që jetojnë mas namazit, kimi thonë edhe Allahu gjellëshanu, kimi thonë Allah, ti e ai cili neve në shpëtove. Se punët e tona, sa do që ne ti bëjmë punët e tona, pa mëshirën Allahut nuk ka mundësi me hinë në xhennet. Edhe i thua Allahut, ante salam, ti e selam, ti e paq, ti neve në ke shpëtu. Nuk ka kushin në shpëton dënjo, në ahiret, pa lejen tonë do Allah. Edhe Allahu xhaleshan do të thot, a doni diçka tjetër? E njeriu kur do të ta fuse komën edhe në xhennet, kam i thonë Zotit Allah, çfarë begatije tjetër po don neve me na dhon, kurse ti na ke shpëtuar nga zjarri edhe na futet në xhennet. Andaj xhamat e ndërshëm, për këtë çka agjërimin Allahu xhaleshan e ka marrë përsipër me paguaj ditën e Kiametit me xhennet. Depoja më e madhe dhe e fundit është që njeriu në këtë Ramazan e fiton amnestin nga Allahu xhaleshan. Amnesti është që ti Allahu me ta fshi emrin tan prej xhenemlive dhe me ta shkruajt në te xhennetlit. Se Allahu xhaleshan u thot në një hadith kutsi, ditën e parë vjen me laçe dhe thot, për çdo natë Allahu o ju njerëz thot, për çdo natë Allahu xhaleshan e liron njerëz nga zjarri i xhenemit. Nuk e din kur, a namaz sabahit, a drejt, a në ikindi, a në akşam, a në taravi, e ti nuk je bashkë në taravi. E bashkë ka mundësin që ati në taravi, vjen me laçe edhe t'i fshin emrat e xhenemlive, i regjistron të xhenetlit. Andaj natë e dite, a nëse ti je fal me imam dhe mbaron me imam, e ki se vapin sikur se deri në sabah me fal në file namaz, ti shkon në flet, han në pen edhe lund është adumina, apo okej, e shkru të Allah se vap duke fal ti namaz natë. Ama nëse ti vazhdon edhe e përfundon me imam, e kjo është vlera e madhe të Allahu xhaleshan. E kjo është depoja më e madhe për njeriu në Ramazan, kur Allah e jafshin emrin e tij nga xhenemi edhe e shkon në xhennet. Por mirë për atë musliman, vaj halli për atë njeriu musliman. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam ditë për ditëve e mban hutbën me 3 amina, edhe zbret, edhe fal namazin, sahabët i thonë ja Rasulullah. Su kërësone tash me thonë amin, amin edhe me zbrit, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e mban hutbën me 3 amin edhe zbret, sahabët e thonë ja Rasulullah. E përfundove sot shumë shkurt me 3 amine. Tha erdhi Xhibrili alayhi salam dhe më tha, o ju njerëz, o Muhammed, thujvu, tregovë muslimanëve njerëzive, vaj halli për atë musliman i cili vjen te Allahu xhaleshanuhu, edhe e ka zonë Ramazanin dhe nuk janë fal gjunat e tij. E ka zonë Ramazanin. E ka ditën e parë, ditën e 5, ditën e 7, ka deri në fund Ramazanit edhe nuk ja ka falë Allahu xhaleshan gjunat e tij. Vaj halli mirë për atë musliman. Për këtë çka xhamat të pranishëm, keni kujdes. Depot e Allahut janë të shumta. 24 shtatë Allah t'i ka. Vetëm ti shfrytëzoj. Shfrytëzoj me punë të mira, se ka ky Ramazan për ty e kemi thonë edhe hutbën e kaluam. Ka për ne që ne ta shfrytëzojmë, ta shtridhim.
E keni pa kërë shtrili ma tesh, që ashtu shtridheni këtë Ramazan, sepse çdo moment është i vlefshëm të Allahu xhaleshano. E lusim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu agjërimin tonë, Allah kabul dhe makbul të në banë. Duat e tonë, Allah të i pranon. Namazet e tona, veprat e tona, Allah të i pranon, të i regjistron dhe të na prezenton ditën e kiametit. Gjunat e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allah makfirët e në banë. Gjenët e firdaus, nasib të në banë. Amin. Wa akhi dawan, alhamdulillahi, rabbil alamin.